Për të bërë një test diagnostik për të detektuar prezencën e një sistemi të pangopur, ne i shtojmë disa mililitra të tretësirës ujore të bromit, të njohur si uji bromit në një epruvet. Pas kësaj e shtojmë një sasi të hidrokarburit që dëshirojmë ta testojmë për prezencën e lidhjes shumë fishe karbon-karbon, për shembull një nga izomerët e heksenit. Ngjyra e kuqe zhduket kur përmbajtja e provejtës përzihet, duke treguar prezencën e lidhjeve dyfishe në hidrokarburin e testuar. Kjo ndodh sepse bromi adicionohet ose shtohet në lidhjen shumëfishe. Pasi reaksioni të zhvillohet, ngjyra e kuqe karakteristike për bromin zbehet sepse produkti i reaksionit dibromheksani është pa ngjyrë.